vazhdojmë. Në cili moment në karrierë ka jep mas shumë të emocione? Cila kohë? Jo, A cili çfarë moment? momenti? Thash që veç po shkon emisione që të bua i garës, se... Jo, senjora. Jo, ti se pas ki shiku as les na pas ke për t'jen. Jo, këtu ka seriozitet. Po, ja, pak. Shaka, nëse... Qysh ke edhe njerë? A ku I karrierës ka jep mas shumë të emocione? Emocione, fatmirësisht, ka marrë gjatë karrierës plot, po emocionet mas shumë t'i marrë në skenë, kur publiku mi këndon këngët e mia, fjalë për fjalë, për shembull në hit që është aktual edhe që ajo është ndjenja më e mirë, do me thonë qaj sinceriteti, qaj energji, është e papërshkrueshme, edhe... Që ato e në momentet më Që ato e në do më thonë në momentet më skin, të mira, definitivisht. E Këtë atë vezdi. moment ma të vështirë që të kujtohet? Pa e momentet vështira ka, gjithçysh ka, momentet më të vështira kanë qenë ato momente kur jam përballë pak me lodhje, kur kanë qenë pritshmërit pak më të mëdha prej publikut ose edhe prej vetes tem, kur kam dashur me mri pak më shumë. Momentet vështira kanë qenë edhe kur jam feju moshë 3, 22 vjeçare, që kom qenë kulmin e karrierës, mandej martesa, mandej mbonan, edhe u konë pak e vështira, muj mu këthy prap që aty ku e kom lon, po me punë shqyqyrja kom dal edhe nuk më ka ndiku edhe atë shumë, po. E ku në martu me Nora, se pas në vipi. Po njëherë, po. Në që profesion, që to e në senet që në normal... Po, Se do shme fillu definitivisht. për fillimit mas ne. Prish pun moshkëve, që po martu unë, e leti mu punone me rrit një fmije, me shku koncerte, se do mos këta 7 orë për para, make-up, fustan për çdo koncert. Me një portesha, po të kalzoj, unë e Mahmut Feroti, pej 1982-ës me qëtu. Po dhe, me një po skuzat e ndrak. E kene shumë shtirë. Ma letë pak, po njëtën kohë dhe femnat është tani ajo ndjenja që unë se kësha ndru prap se prap edhe pse i kena vështërsi tona, po e shijojmë, do me thonë. Të kthehemi në muzikë. Konga Natën, bashkëpunim me atë këngëtarin. Me mumen, po. Po, do me thonë, qysh është prit, edhe drejtat autoriale i ka marrë ideali, se kjo është si një farë konge, kështu diçka një farë, po edhe pse ju se keni bua komplet, po vetëm një pjesë,